Në mesin e shumë pyetjeve që bëjnë çiftet teksa gruaja është atë zënë, është edhe ajo se çfarë është duke bërë foshnja në bark. Ulëmtuesit kanë arritur të zbulojnë 7 gjëra që bëjnë të palindrit gjatë 9 muajve. Fillimisht, zhvillojnë ndjesinë e të shijuarit. Ushqimet që konsumohen nga nëna përfundojnë në lëngun amniotik, të cilin fetusi nis ta shijojë duke nisur nga java e 20. Në këtë mënyrë, fëmia shijon gjithçka që nëna konsumon dhe zhvillon sensin e tij të shijes. 2. Reagojnë ndaj stresit. Nervozizmi dhe stresi i nënës reflektohet drejt për drejt tek fetusi dhe sidomos në lëvizjet që ai bën. Studimet tregojnë se nëse nëna është në ankth, fëmia prek fytyrën e tij me dorën e majt. 3. Bëjnë mimika të ndryshme. Nëse vëreni ekografitë e kryera në 4D, nga java e 24 e 7 zënis, fëmijët duken teksa buzëqeshin apo bëjnë fytyrë të vrenjtur. Së katërti, fëmijët qajnë të heshtur në barkun e nënës. Mjekët kanë arritur të dëgjojnë me anë të regjistruesve me ultratinguj, zhurma të ngjashme me të qarën e bebeve apo lems. Së pesti, njohin vjershat ose prallat. Sipas një studimi të kryer në Universitetin e Floridas, nëse nënat lexojnë 2 herë në ditë, vjersha apo pralla, gjatë 3 mujorit të 3 të shtatzanis, rrahjet e zemrës së fëmijës bëhen më të qeta. 6. Fëmijët njohin edhe këngët. Studiuesit kanë konfirmuar se kënga që fëmia ka dëgjuar shpesh gjatë 3 mujorit të 3 të shtatzanis do të mbetet e parapëlqyera e tij edhe pasi të vinë në jetë. E së fundmi, koordinojnë dorën me gojën. Gjatë 3 mujorit të fundit, fëmia arrin të fuzë gishtin në gojë, duke koordinuar në mënyrë perfekte lëvizjet e dorës me gojën e tij. I konsideruar si farmacia në një shishe, vaj i kokosit është më i shëndetshëm që ju mund të konsumoni. Për te i kuzhinës dhe gatimeve të shishme, përfitimet e vajit të kokosit janë të pafundme dhe gjithnjë është përdorur si një element kyç për mirëqenien e përgjithshme të shëndetit të njeriut. Nëse përdorimet e vajit të kokosit në funksion të bukurisë suaj dini, po ndikimet e tij në organizmin? Vaji i kokosit ka 92% yndyrna të ngopura, ndryshe nga vajrat e tjerë. Është solid në temperaturë dhome për shkak të lidhjeve kimike të ngopura. Dietat e pasura me vaj kokosi rrisin aktivitetin metabolik, duke bërë që në gjak të qarkullojnë më pak yndyrna. Si një antibiotik natyral dhe antioksidant, vaji i kokosit lufton mikroorganizmat si bakteret, kërpudhat dhe shumë viruse të tjera. Ky vaj ka gjithashtu efekte terapeutike në çrregullimet e trurit, e kjo mbështetet nga disa studime. Mbajtja e rrobave të bardha dhe të shëndritshme si ditën që i keni blerë është paksa e vështirë. Ato mund të bëhen me njolla të ndryshme si ato të djersës, për shkak të plurit apo mund të marrin ngjyrën e rrobave të tjera. Kështu, anvisat përdorin detergjent të zbardhues për t'i bërë ato që të duken si të reja. Por përveç se nuk arrin t'i zbardhin dhe t'i bëjnë si qishin, përmbajnë edhe komponent të cilët bëhen të rrezikshëm kur rrobat bien në kontakt me lëkurën. Mund të krijojnë alergji, reaksione, skuqje apo acarim. Ka disa metoda shumë të thjeshta që ju vinë në ndihmë dhe japin fund problemit tuaj. Lëngu i limonit është përbërësi ideal që ju duhet për këtë rast. Metoda e parë: nëse i lani rrobat tuaja në lavatriçe, shtoni në të një gotë me lëng limoni. Ndërsa metoda e dytë: nëse i lani rrobat me dorë, atëherë zhytini në një enë me ujë të nxehtë dhe shtoni një gotë lëng limoni. Lërini përgjatë gjithë natës. Në mëngjes,
vendosini sërish në lavatriçe dhe lajeni si zakonisht. Përsëriteni këtë procedurë derisa rrobat të zbardhen plotësisht. Për mobiljet e drurit, të cilat pas disa vitesh kanë humbur shkëlqimin dhe duken si të vjetra, vaji i ullirit dhe lëngu i limonit është zgjidhja më e mirë për t'i përmirësuar. Vaji i ullirit i kthen shkëlqimin sipërfaqeve dhe krijon një shtresë mbrojtëse kundër pluhurit. Nga ana tjetër, limoni ka një veprim dezinfektues, i cili siguron një pastrim perfekt. Me vetëm gjysmë filxhani vaj ulliri dhe çerek filxhani lëng limoni, mobiljet tuaja do të shkëlqejnë. Përziheni së bashku dhe përhapeni produktin e fituar në sipërfaqen e mobiljes. Pastrojini me ndihmën e një leckë mikrofiber ose me pambuk. Kemi dëgjuar aq shumë mbi kafen turke, e cila është e pranishme çdo ditë në shtëpi, por me shumë siguri nuk i dini këto sekrete. Nëse mendoni se kafeja turke quhet e tillë sepse e ka origjinën nga Turqia, gaboheni. Provat historike tregojnë se kafeja turke ka nisur të konsumohet në Yemen në shekullin e 15. Më pas, ajo përhap në Kairo dhe në Mekë. Historianë të njohur tregojnë se në vitin 1640 në Konstantinopol është hapur kafeteria e parë. Kafeja e mirë turke dallohet tek ajka që krijohet në krye të filxhanit. Ajka e ndihmon kafen të qëndrojë nxehtë për një kohë të gjatë. Kafeja turke shoqërohet me një gotë ujë, sepse uji do t'ju ndihmojë të ndjeni shijen e vërtetë të saj. Rituali i kafes turke nuk quhet i plot nëse nuk konsumohet me një llokum. Ai shton ëmbëlsinë dhe plotëson. Në kulturën turke, nëse duhet të përcaktohet bururia e dhëndrit, atëherë në kafen e tij shtohet krip. Vajza bën kafe dhe sasia e kripës tregon interesin. Nëse kripa është e tepërt, atëherë çifti nuk është për njëri tjetrin. Dhëndri duhet ta pi kafen e përgatitur në mënyrë që të quhet i gatshëm për martesë. Dhe së fundmi, kafeja turke është vendosur në listën e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Vendimi është marrë në seancën e 8 të Komitetit Ndërqeveritar të UNESCO-s, të mbajtur në vitin 2013 në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku. Për fat të keq, shumë njerëz në mbar botën, sidomos gratë, janë të shqetësuara me pamjen e tyre të jashtme, kur bëhet fjalë për shfaqjen e rrudhave. Plakja nuk është asnjëherë e mirëpritur. Industria kozmetike sot është duke prodhuar miliona produkte antirrudh, trajtime si botox, tërheqje lëkure. Por përveç se janë shumë të dëmshme, një pjesë e madhe nuk kanë mundësi financiare për t'i aplikuar apo për të blerë produktet e shtrenjta. Kjo është arsyeja pse një pjesë e madhe grave përdorin maskat dhe trajtimet natyrale për reduktimin e rrudhave. Dhe ne do ju sjellim një krem të bërë në shtëpinë tuaj për të gjitha llojet e lëkurës dhe që jep rezultate magnitëse në vetëm një javë. Përbërësit janë 2 lugë gjelle vazelin, 1 lugë gjelle vaj bajame ose vaj ulliri, 1 e verdh veze, si dhe 1 lugë gjelle mjalt. Shkrini fillimisht vazelinën, më pas hidhni në të verdhën e vezës, mjaltin edhe fajin. Përziheni mirë derisa të merrni një masë homogjene dhe lëreni më njaftë për 5 minuta. Pastroni fillimisht fytyrën, thajeni dhe më pas aplikoni kremin me lëvizje rrethore. Lëreni të veprojë për 30 minuta dhe më pas pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë dhe me ndihmën e një pambuku.
këtë krem, aplikojeni për rreth 1 javë dhe rezultatet do t'jenë vërtet të këndshme. Shumë njerëz i duan dekorimet e ndryshme në muret e tyre, ose mbi inventar, por që nuk janë të vetëdijshëm, se disa prej tyre sjellin shumë energji negative. Orët që s'punojnë, mos i mbani nëpër shtëpi, sepse kjo është një shenjë e keqe. Siguroni që të gjitha orët në shtëpinë tuaj të jenë në punë. Çdo gjë që ju shkakton negativitet duhet hedhur nga shtëpia. Po kështu, të gjithë ata që i duan pikturat duhet të kenë kujdes. Pikturat të cilat paraqesin dhunë, luftë, shkretëtir apo çfarëdo që lidhet me vdekshmëri duhet të hiqen menjëherë nga shtëpia. Po ashtu, lulet e plastikës, sipas mitologjisë kineze, ndjellin sëmundje dhe negativitet. Edhe nëse këto janë dhurat, nuk është e vlefshme të mbajnë në shtëpi. Ndaj, të dashur anvisa, bëni një kontroll në shtëpinë tuaj. Është momenti për të hequr disa gjëra që ndoshta nuk janë aq të mira. Njihuni me disa shenja që tregojnë se familja juaj është shumë e stresuar. Nëse stresi në familjen tuaj është vazhdimisht i lartë, efekti i parë duket tek pagjumësia e familjarëve. Nëse jeni në një fazë të tillë, shkoni në shtrat gjysmore më parë se zakonisht. Ndonjëherë, sa më shumë presion ndjejmë, aq më shumë e ngrem zërin. Mundohuni të identifikoni këtë dhe të zbutni zërin ose të dilni një shëtitje. Po ashtu, një shenjë tjetër që tregon se familja juaj është e stresuar është se ju tashmë i keni eliminuar darkat familjare. Është një vërtet e hidhur. Kur ju ose partneri juaj jeni të stresuar apo të hidhur, fëmia juaj i madh nuk vjen të hajë dark vetëm për t'ju shmangur. Gjatë periudhave stresuese, disa fëmijë izolohen nga të tjerët. Fëmijët më të mëdhenj qëndrojnë në dhomën e tyre më gjatë, ndërsa ata të vegjëlit nuk preferojnë të luajnë me fëmijët e tjerë. Po ashtu, stresi ndikon në uljen e cilësisë së punës suaj, sepse thith aftësinë për të përqendruar dhe për të qenë i organizuar. Asnjë pjesëtar i familjes nuk ndihet mirë me shëndet. Stresi kronik i jep ndikimin e vet në trup. Fëmijët e vegjël mund të ankohen nga dhimbje barku dhe ëndra të këqija, ndërsa ata më të rriturit shpesh ankohen nga dhimbja e kokës. Goditja në tru është shkaku i dytë kryesor i vdekjeve në botë dhe i treti që shkakton paaftësi fizike. Sipas qindra studimeve ndërkombëtare, mjekët e dinë se sa pak kohë kanë në dispozicion për të ndihmuar pacientët. Goditjet në tru ndodhin kur një zonë e trurit privohet nga rrjedhja e gjakut dhe oksigjenit. Qelizat në atë zonë të trurit fillojnë të vdesin. Disa nga shenjat e hershme që paralajmërojnë goditje në tru janë: ekuilibri. Dikush që mund të posojë goditje do të ketë një humbje të papritur të balancës apo koordinimit. Detyra të thjeshta, si për shembull, vendosja e gishtit në hund për këta persona do të jetë e pamundur. 2. Syt. Shikimi ndikohet në mënyrë dramatike nga goditjet. Një person që mund të përjetojë ndryshime të papritura në shikim, turbullime dhe verbëri në njërin sy duhet të konsultohet menjëherë me mjekun. Ndryshimi i strukturës së fytyrës, njëra anë me rënë se tjetra, njëri sy që duket më i përgjumur dhe i mbyllur, ndryshimi i buzëqeshjes në të dyja anët e fytyrës mund të ndiktojë një goditje në tru.
Po ashtu, dobësia në njërin anë të trupit, pamundësia për të ngritur të dy krahët në të njëjtën lartësi dhe mpirja janë disa nga shenjat e goditjeve në tru. Ata që përjetojnë goditje kanë të pamundur të flasin në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. Pas goditjes, shumica e njerëzve përjetojnë afazin. Kjo e fundit është gjendja kur truri nuk është më në gjendje të kuptoj fjalët e duhura për atë që po mendon.